Talq ibn Habibi rahimahullah ka thënë: "Idha waqa'atil fitnatu fatfi'uha bit-taqwa." Qalu wa ma at-taqwa? Tha Talq ibn Habibi, tha, kur të kete fitne, kur të ndodhin fitne dhe sprova për ju, tha, shuajeni zjarin e tyre me takvallëk, shuajeni zjarin e sprovave me devotshmëri. Ata që ishin pranishëm i thanë: çka është devotshmëria? Na e defino devotshmërinë. Tha: en ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Tha: devotshmëri është ta respektosh Allahun subhanahu wa taala, duke ecur në dritën e tij, në rrugën që ai ta ka vendosur për ty, duke shpresuar shpërblimin e tij. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dhe të largohesh prej mëkatit ndaj Allahut, duke ecur në dritën e tij, duke ecur në rrugën e tij dhe duke u friksuar prej dënimit të tij. Pra kjo është devotshmëria, ti veprosh urdhrat e Allahut duke shpresuar shpërblimin e tij. Dhe kjo fjalë duke shpresuar shpërblimin e tij është shumë e rëndësishme, sepse tregon që në jetë jot do të jetë i pastër për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe për ta fituar shpërblimin e tij. Dhe po ashtu të largohesh prej mëkateve duke u friksuar prej dënimit të tij. Kanë thënë disa prej njerëzve të ditur dhe të urtë prej gjeneratave të para të muslimanëve, kanë thënë: ittaqillaha an yakuna ahwanu an-nadhirina ilayk. Ke frikë Allahun dhe mos e bën që të jetë shikuesi më i parëndësishëm për ty. Pra kur të tjerët të shikojnë, sa mundohesh para të tjerëve mos të gabosh. Andaj ke frikë Allahun, ke frikë Allahun subhanahu wa taala dhe mos e bën që vetmia jote të jetë e keqe para tij. Mos e bën që ai kur të sheh vetëm ai të jetë shikuesi më i parëndësishëm për ty. Pra mos e bën Allahun shikuesin më të parëndësishëm për ty, po bëre që shikimi i tij ndaj teje, i cili është i vazhdueshëm, të jetë më i rëndësishëm për ty.